Ne jemi në kryeqytetin tonë të dashur në Tiranë, i cili është mbushur me ngjyra, me ato atmosferën festive të ndërimit të viteve. Vetëm pas pak do njihemi me një restorant i cili tashmë prej 10 vitesh operon në kryeqytet, i cili për hir të vërtetës është kthyer në një pikë atraksioni për pushuesit kudo që janë. Andaj ju ftoj të shëndroni me ne. Përshëndetje Vali. Përshëndetje Gentiana, mirë se erdhe në Pata Negra. Mirë se gjeta. Në fakt është një ambient shumë i bukur. Pata Negra për hir të vërtetës është një restorant elitar, një restorant i cili është shumë i dashur edhe për publikun, jo vetëm në kryeqytet, por kudo ku ka shqiptar. Dhe të gjithë në fakt kemi një kuriozitet të dim se si lindi Pata Negra që ne njohim sot. Pata Negra ka lindur duke qenë se bashkëshorti ka pasion në kuzhinën, se jo mos ta shpalos të këtë pasion të tij edhe për të tjerët. Pata Negra është një emër spanjoll, është një emër spanjoll në fakt, duke qenë se ka udhëtuar në vende të ndryshme, ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen ishte Pata Negra në Spanjë. Dhe në momentin që u hap restoranti, ishte një emër që e goditi. Pata Negra është prosciuta e derit, ose kofsha e derit të zi. Çfarë e bën të veçantë këtë prosciut është sepse ka thundrën e zezë. Jemi në ambientet e brendshme të Pata Negrës dhe për hir të vërtetës unë pash disa ambiente të ndara. Këtu besoj jemi tek salla kryesore. Po, Gentiana, kjo është një ndër sallat kryesore të Pata Negrës, e cila ka 3 salla. Në fakt mund të shohim edhe më vonë, por kjo është salla më e madhe që mund të jenë njerëz të ndryshëm, shoqëror, familjar, të cilët konsumojnë drek apo darkë, patjetër që dalin të kënaqur. Sigurisht jemi dhe në atmosferën festive të ndrimit viteve, edhe shoh që është zbukuruar edhe pema e vitit të ri, ka ngjyra, vizitoron ngjyra kafe e drurit. Është një zgjedhje e rastësishme apo është një dëshirë e juaja? Për sa i përket arredimit. Të dyja bashkë, edhe dëshirë, edhe që njerëzit të ndihen më mirë, më ngrohtë. Ngjyra kafe errët, sikur ta ngrohë ambientin edhe njerëzit të ndihen më mirë. Kështu të paktën kemi menduar ne, besoj që edhe njerëzit përderisa vinë, janë të kënaqur. Në fakt, Vali, unë kam shumë kuriozitet të di se si duket nga afër pjata Pata Negra. Patjetër, dhe unë të ftoj të shohim dhe kofshën edhe si prehet prosciuta e Pata Negrës. Le të shkojmë. Patjetër. Jemi te kofsha e derit me thundrën e zezë. Patjetër. Çfarë e bën të veçantë të kofsh deri? Kjo është kofsha e derit të zi, thundrën e zezë që bën të veçantë nga derat e tjerë, që ushqehet me lëndën e lisit. Nga ku merret si produkt? Kjo si produkt merret në Spanjë, është e vështirë për të ardhur, por ne e realizojmë. Është një pjatë e cila ka goxha kërkesë edhe nga klientët. Për çfarë preferohet më shumë? Çfarë e bën kaq unike Pata Negra? Sepse ka një shije shumë unike. Është shumë e shijshme. Edhe klientët janë shumë të kënaqur, sepse është dhe mish i stazhonuar. Mish i stazhonuar. I stazhonuar. Por ka një gjë të veçantë. Duhet të dish të presësh. Duhet jetë sa më e hollë. Por për këtë, unë do të ras Denisin, kuzhinjerin, i cili e pret më të mirën të mundshme. Përshëndetje Denis. Përshëndetje. Prerja e amonit duhet bërë vetëm me thikë, për arsye se fetatricia i humbet komplet lëngjët dhe aromë karakteristike të lajthisë që amoni ka. Prerja duhet bërë sa më hollë. Çfarë e bën të veçantë prosciutën e derit me thundrën e zezë? Përse njerëzit e preferojnë kaq shumë si pjatë? Të veçantë bën aroma karakteristike e saj, shija e mrekullueshme që të lë pas konsumimit, ka aromën e gjithë pyjeve me lisa të Spanjës. Kombinohet shumë me verën e kuqe dhe të lë shije të veçantë për të provuar antipastat e tjera më vonë. Denis, kemi një kuriozitet të dim për sa kohësh punon tek Pata Negra si shef kuzhina.
Në restoran Pata Negra, unë kam 2 vjetë që punoj, jam shumë i kënaqur, klientela është e mrekullueshme, krenarët gjithashtu, puna dhe nuk më mungon asnjë lloj gjëje në kuzhinë. Cila është pjata jote e preferuar? Mund të ndash ndonjërin? Shumë pjata kam të preferuara, por te deti më shumë dhe pasta me skampi, shumë e veçantë për mua, dhe është pasta që shijoj më shumë. Ne jemi drejt përfundimit të pjatës, përgatitur nga shef Denisi. Patjetër, pjata është gati, ju mund të uleni dhe të shijoni çdo pjatë.